Shpërthimi me tritoli një ditë më parë në Shkodër vijon të jetë ende një mister. 38 vjeçari Enea Busukja, i cili ishte në qendër të këtij atentati, ka dhënë deklaratën e tij për policinë vendore të Shkodrës, ku në mënyrë kategorike mohon faktin se mund të ketë patur probleme me endokënd. Inspektori tatimor është shprehur se nuk e ka iden as më të vogël përse ndolli ky atentat ndaj tij dhe se kush fshihet pas këtij atentati. Sa po dola nga banesa dhe isha duke hipur në makinën e punës që kam, në ato momente e shpërtheu lënda eksplozive që ishte vendosur tek motori afër makinës time. Fillimisht nuk e kam kuptuar se çfarë ndodhi. Kam dalë nga automjeti dhe kam qëndruar derisa erdhi policia dhe një ambulancë. Unë nuk e kam as iden më të vogël se përse ndodhi ky atentat ndaj meje. Ju them me bindje të plotë se në mënyrë kategorike nuk kam asnjë problem me askënd. Nuk kam patur konflikte të mëparshme dhe as ndonjë kërcënim apo presion të asnjë lloji. Ndaj nuk kam asnjë ide se kush mund të jenë autorët apo përse ndodhi kjo ngjarje. Ndërkohë policia vendore dhe prokuroria e Shkodrës janë duke i vijuar hetimet për të zbardhur të plot këtë ngjarje. Efektivët kanë bërë sekuestrimin e kamerave të sigurisë, pasi dyshojnë se autorët kanë qenë pranë vendit ku u bë atentati dhe pasi kanë parë shtetasin Busukja duke i ofruar automjetit, kanë kryer shpërthimin e telekomanduar e më pas janë larguar. Policia nuk e përjashton faktin që autorët mund të jenë me pagesë, duke qenë edhe një prej pistave të mundshme. Gjithashtu janë duke u hetuar lidhje që mund të ketë i plagosur i Busukja, nëse kjo ngjarje ka të bëjë me punën e tij në drejtorinë e tatimeve, apo bizneset private që ai ka, apo edhe ndonjë konflikt tjetër. Deri më tani policia nuk ka ende një pistë konkrete për këto hetime. Efektivët në fshatin Dragoç të Postribës gjetën një orë pas shpërthimit me tritol edhe një makinë të djegur që dyshohet se u përdor nga autorët. Automjeti tip Golf 5 Plus rezulton i vjedhur rreth një vit më parë në qytetin e Shkodrës dhe i përdorur në këtë ngjarje. Në kryeqendrën e Veriut një ditë më parë ishin edhe forcat Renea, lidhur me ekspertimin e lëndës eksplozive dhe sasisë që mund të jetë vendosur.